Ata disa kishin qëndrime që nuk mund të krijojnë shumicë, kishte edhe qëndrime që dëshirojnë të takohemi sërish për të parë mundësinë e propozimit të një mandatari të ri. Megjithatë, ju e dini që sipas kushtetutës, institucioni presidencës i ka 10 ditë deri në marrjen e vendimit në qoftë se mandatohet mandatari i dytë apo jo. Ky afat ka dhënë deri me datën 5 nëntor. Deri me atë datë, unë do të komunikoj sërish me kryetarët e partive, jo domosdoshmërisht do të mbaj takime individuale me secilin, sepse ka disa që mendojnë që tashmë është e zauruar çdo mundësi, por megjithatë do të jem në komunikim me ta, dhe kushdo që ka gatishmëri që të takohemi sërish për të parë përfundimisht se a ka mundësi për caktimin e mandatarit tjetër apo jo, unë do t'i pres në kryetari lëvizjes vetëvendosje, njëkohësisht kryeministër në detyrë ka kërkuar që të më takoj edhe një herë para se të skadoj afati 10 ditor, që është për caktim të mandatarit të dytë, dhe pas konsultimeve që i ka brenda partisë politike që e përfaqëson, do të vi me propozim apo jo, është çështje e tyre, mirë po ne kemi detyrim kushtetues që t'i respektojmë ato afate. Pastaj nëse ka propozim për mandatar të ri, atëherë hyn në shprehje dispozita të reja kushtetuese dhe afate të reja, por megjithatë nëse nuk ka qeveri, dihen edhe ato, pastaj janë 30 deri 40 ditë për mbajtjen e zgjedhjeve. Pra pak a shumë sa i përket mandatarit të dytë, mundet edhe i fundit me ardhë me propozim, përderisa ka argumente se ka gjasa për të krijuar shumicë. Tani lidhur me atë se cilat janë kriteret, ato nuk janë të përcaktuara në kushtetutë. Ato janë lënë në diskrecion të presidentës, por as nuk është që kërkohen në nënshkrime, nuk kërkohen domosdoshmërisht, ajo do ta lehtësonte shumë punën, mirë po nuk është kërkesë kushtetuese. Tak gjykimet e gjykatës kushtetuese thonë që presidentja duhet të bëjë çmos që të evitojë zgjedhjet. Pra ky është detyrimi i presidentës. Partitë politike i kanë qëndrimet e tyre, dikush dëshiron sot, dikush nesër, dikush pas nesër të shkojnë zgjedhje, por detyrimi i presidentës është tjetër. Detyrimi i presidentës është që të bëjë çmos që të evitohen zgjedhjet. Ta detyrim duhet ta kryej në përputhje të plot me kushtetutën, prandaj do t'ju nuk ishte gatishmëri nga një numër i madh për procedim të buxhetit i cili sot ishte miratuar nga qeveria. Megjithatë unë propozova që të shiqoj mundësi tjera kushtetuese dhe një prej tyre është që të miratohet zgjatja buxhetore, pra që nuk është buxhet i ri, por është zgjatje e buxhetit të vjetër në mënyrë që spaku deri me 31 mars 2026 qytetarët tanë mos të përballen me një situatë ku nuk kanë paga dhe nuk kanë mirëqenie. Dhe propozimi im ishte që sipas nenit 79 të kushtetutës, që në qoftë se ata nuk dakordohen që këto të inicohen si nisma legjislative nga qeveria, atëherë atë detyrim ta marr unë dhe si presidente t'i procedoj edhe zgjatjet buxhetore edhe planin e rritjes si ligje në kuvend. Një situatë e tillë u përmend, pak a shumë për me paralajmëru që mund të kemi 2 palë zgjedhje në 3-4 muajt në vijim, që është një situatë e rëndë, jo vetëm për KQZ-n si institucion që do të sfidohet me këto situata, por edhe si një situatë ku qytetarët fatkeqësisht për një periudhë të gjatë i bie që mos t'i kenë institucionet e veta me kompetenca të plota kushtetuese. U diskutua edhe mundësia që të kemi zgjedhje të drejtë për drejtë të institucionit të presidentit nga populli, mundësi që unë e përkrah plotësisht